Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Para se të hani arra, urgjent duhet të dëgjoni këtë lajm. Konsumi i vetëm një gjysmë filxhani me arra në ditë mund të ulë nivelin e kolesterolit dhe të sjellë shumë përfitime për shëndetin. Arrat janë të mbushura me vitamina dhe lëndë ushqyese thelbësore, gjë që i japin shkëlqim natyror lëkurës suaj, citon Brightside. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim të gjitha avantazhet që do të keni nga konsumi i arrave çdo ditë. Ato mund të parandalojnë në plagjen e parakoshme. Arrat janë të pasur me antioksidantë që mbrojnë lëkurën nga dëmtimi. Siç është ekspozimi në diell, konsumi i disa arrave në ditë mund të shmangë rrullat në fytyrë dhe ta bëjë lëkurën të duket më e freskët dhe më e ndritshme. Ato janë të pasur me vitaminën B që mund të zvogëlojnë pigmentet e lëkurës dhe ndihmojnë trupin të prodhojë qelizat e reja të lëkurës që janë të shëndetshme. E mban lëkurën të hidratuar. Arrat ofrojnë yndyrra të shëndetshme omega-3, që ndihmojnë gjithashtu edhe në balancimin e prodhimit të vajit, largimin e toksinave, në bllokimin e lagështisë që i duhet lëkurës dhe mban lëkurën pa rrulla. Gjithashtu, ato japin shkëlqim lëkurës, përmirësojnë skalpin e kokës dhe forcojnë gjithashtu edhe shëndetin e flokut. Arrat kanë dyfishin e antioksidantëve në krahasim me të gjitha arrorët e tjerë dhe çlirojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë shumë sëmundje. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore omega-3, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë arror mjaftueshëm. Një studim i fundit të cilet i referohemi doli në përfundim se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arrave parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon radikalet e lira. Në veçanti, ngrënia 8 arrave në ditë ju mbron nga sëmundjet e zemrës, ndaj ato konsiderohen një ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriu. Përveç se të pasur me shumë antioksidant, arrat përmbajnë fiber, proteinë, vitamina dhe minerale. Shëndeti mendor do të përmirësohet ndjeshëm me konsumin e arrave në dietën tuaj. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor të trurit. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasur se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arrorët e tjerë. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë yndyrna, por këto yndyrna janë në poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë enët e gjakut. Shkencëtarët amerikanë shpjeguan se mjaftojnë 8 arra në ditë për të marrë përfitime maksimale. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra para buke, njeriu do të humbas peshë më tepër, sepse arrat nxisin edhe ndjesinë e ngopjes afatgjat. Duke konsumuar 8 arra çdo ditë me stomakun bosh, para ngrënies, njeriu do të përfitojë proteina dhe mineralet të nevojshme. Arrat janë të pasur me kalium, magnez, fosfor, hekur, vitaminën C dhe B, të cilat e mbajnë organizmin më të fortë dhe akoma më të shëndetshëm. Arrat ofrojnë përfitime më të mira edhe për shëndetin e stomakut. Mirëmbajtja e shëndetit të stomakut dhe aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që duhet të ndërmerrni dhe gjithashtu do të përmirësoni organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe probiotikët për të ruajtur balancën e bakterieve të mira dhe të këqija. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si probiotik dhe rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt e arrave parandalon inflamacionin, ishemin dhe problemet e zorës së trashë. Arrat janë të mira edhe për të rënë nga pesha. Arrat përmbajnë kalori dhe megjithatë janë të pasur me fiber, e cila ju mban të ngopur për më gjatë dhe përshpejton metabolizmin. Studimet thonë se arrat janë ideale për të rënë nga pesha nëse konsumohen me maturi. Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrnave dhjamore dhe frenojnë oreksin. Arrat janë të mira për shëndetin e trurit. Siç e thamë edhe më herët, arrat konsiderohen një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e trurit sepse janë të pasur me acide yndyrore omega-3. Konsumi e 10 gram arra në ditë përmirëson aftësinë reaguese të trurit në përpunimin e informacionit, kujtesën dhe përqendrimin.
duke qenë se janë të pasur me antioksidantë, acide yndyrore, poli të pangopura dhe substanca që luftojnë inflamacionin. Ekspertët thonë se duhet të konsumoni çdo ditë në të mirën e trurit edhe për fshirjen e arrave. Ato ngadalësojnë dhe pengojnë plakjen e parakohshme të trurit, ulin rrezikun e sëmundjeve nervore në fazën e mëvonshme të jetës dhe gjithashtu ofrojnë përfitime të mira në shëndetin e përgjithshëm. Arrat kanë dy fishin e antioksidantëve në krahasim me të gjithë arrorët e tjerë dhe çlirojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë sëmundje. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore omega 3, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë arror mjaftueshëm. Një studim doli në përfundim se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arrave parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2, parandalon gjithashtu edhe radikalet e lira. Në veçanti, ngrënia 8 arrave në ditë ju mbron nga sëmundjet e zemrës, ndaj ato konsiderohen si një ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriu. Përveç se të pasur me antioksidant, arrat përmbajnë fibër, proteina, vitamina dhe minerale. Shëndeti mendor do të jetë i pari që do të përfitojë nga konsumi i arrave në dietën tuaj. Siç e dini, këto janë një nga frutat më të veçantë, falë yndyrnave omega 3 dhe elementeve të tjerë ushqyes që do të ndikojnë drejt për së drejti në aftësinë e trurit tuaj duke rritur gjithashtu performancën e tij dhe duke parandaluar komplikacionet. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor të trurit, duke përmirësuar kështu edhe kujtesën tuaj dhe duke parandaluar komplikacionet e saj. Shumë njerëz e dinë se arrat përmbajnë proteina, acide yndyrore omega 3 dhe duke i çuar çdo ditë në dietën tuaj do të keni përfitime të mira për shëndetin tuaj. Së fundmi, disa studime kanë konfirmuar shkencërisht se ngrënia e arrave është pjesë e dashur quajturës dieta e jetëgjatësisë, kjo për shkak të vlerave të saj. Përveç se është një ushqim i mirë për trurin dhe për zorrët, ngrënia e tyre ndihmon edhe në parandalimin e patologjive kardiovaskulare dhe për këtë mjaftojnë vetëm disa kokra në ditë. Në këtë video do të ofrojmë përfitimet kryesore që do të keni nga konsumi i arrave. Ngrënia e tyre ul kolesterolin LDL dhe ngre HDL-n, kolesterolin e mirë, duke ulur presionin e gjakut, ka shpjeguar doktoresh Penny Chris Entheron. Entheron ka drejtuar një studim për të parë se si ndikojnë arrat në patologjinë e zemrës në sistemin kardiovaskular në të cilën kanë marrë pjesë 120.000 vullnetarë. A shpjegoi se 4 orë pas konsumit të tyre, arrat kanë ndikuar në riparimin e presionit të ndryshëm në gjak duke i mbajtur në kushte më të mira. Ndër të tjera, arrat në ulin nivelin e stresit, parandalojnë Alzheimerin dhe diabetin dhe zvogëlojnë mundësinë e zhvillimit të problemeve të prostatës dhe problemeve tuaja të gjoksit. Arrat janë gjithashtu shumë të mira për shëndetin e stomakut. Mirëmbajtja e shëndetit të stomakut dhe të aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe probiotikët për të ruajtur balancën e bakterieve të mira dhe të këqija. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si probiotik, që rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt të arrave parandalon inflamacionin, ishemin dhe problemet e zorrës së trashë. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për të gjithë ata personat që duan të bien nga pesha. Arrat përmbajnë kalori dhe megjithatë janë të pasur me vitamina, fibra që ju mbajnë të ngopur për më gjatë dhe përshpejtojnë kështu metabolizmin tuaj. Studimet thonë se arrat janë ideale për të rënë nga pesha nëse konsumohen me maturi. Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrës diamore dhe frenojnë oreksin. Ato janë gjithashtu një ndër arrorët më të rëndësishëm për shëndetin e trurit. Falë yndyrnave omega 3 dhe acideve yndyrore që ato përmbajnë, do të jenë një zgjidhje ideale për shëndetin e trurit në rritjen e performancës së tij dhe në humbjen e kujtesës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.